Shkodra është zgjuar sot në atmosferën festive të festës së luleve, ku është zhvilluar panajër i hapur me produkte florale dhe aktivitete artistike. Fëmijët me kostume shumë ngjyrshe i kanë dhënë sot Shkodrës një atmosferë të veçantë festive, duke sjellë gjallëri dhe ngjyra në rrugët e qytetit. Më pëlqen shumë. Është shumë e bukur, më pëlqejnë shumë lulet. Më pëlqejnë sa bukur që njerëzit janë t'ia dhanë mamave njerëzve lule. Me dhuru lule, nga që kishim me dhuru lule, ishte një gjë shumë e bukur. Ditën e luleve, pa që bekime prej Zotit, edhe faleminderit shumë për këtë eksperiencë që ka qenë shumë e bukur. Unë vi nga shkolla Mari dhe jam shumë e lumtur. Është një ditë shumë e bukur, sot do bëjmë dhe pjesën e taekwondo që bëjmë në shkollën tonë. Më pëlqej parada e biçikletave. Një nga momentet më tërheqëse ishte edhe parada e biçikletave të dekoruara me lule, të përgatitura nga nxënësit e shkollave të qytetit. Aktiviteti është shoqëruar edhe me performanca artistike dhe koncert nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtim Alia, duke krijuar një atmosferë të veçantë për qytetarët dhe vizitorët në Shkodër.